dhe ku ka ardhur postieri ka marrë në emrin tat dhe ka firmos dhe ka kthy Zarfin me votën e këtyre ju i dini. A me u marrë me parregullsi, a me u marrë me kushtimisht me thonë me planin makro. Rama është në mandat 4, e ka dhënë një premtim që neve po na duket utopik krejt me him bëhe deri 2030, po s'po ku njeri për din çapo dën. Ai ka qenë një karrim për mendimin tim. Aktualisht Shqipëria është në një fazë të një tranzicioni politik që është ngërthyer mes një tribalizmit politik dhe një populizmit të çoroditur. Unë mendoj që këtu duhet me kërkuar përgjigjen pse Edi Rama dhe si fitoi, si arriti se për mua kjo është Edi Rama nuk ka fitu, po për mendimin tim opozita ka humb. Opozita dhe me thonë pësej fiasko. Jo humbi, po pësej fiasko. Vetë fakti që ka marrë ma pak mandate, kjo është edhe une, mendoj që kjo rrjedh prej një momentumi, kësha me thonë, ku qytetari atje është shëndruar një farë mënyre, ma shumë një farë spektatori, një farë tifozi, se me thonë, një lloj akteri demokratik. Po thu s'ka me mendim kritik politik? Jo, nuk ka. Edhe kjo është... Tifozi mendim kritik s'ka. Ajo është me ekip vetin, të thënë kryt. Ajo është turm. Lidhe këta me... Unë po mendona me dhonë një farë spjegimi kështu paka shumë sociologjik për me kuptu, dhe me thonë esencën. Rreziku kryesor që përmende që adresove pyetjen e profesorit është se ka me pësue erozioni, si me thonë, i kulturës demokratike, ku bindja, kritika dhe pjesëmarrja ka më zavendësua për mendimin tim me një lojalitet politik të cilën Edi Rama ka rrit me e ble, kushtimisht me thonë, edhe kjo është pasojë, edhe kjo rrugë e blerës, kjo nuk është fare demokratike, kjo rrugë e këtij populizmit të çoroditur. Unë jam marrë shumë me fenomenin e populizmit edhe di çka është, se populist është edhe Trumpi, po është edhe ky, edhe dhe me thonë, fakti edhe akti që po e identifikoj si një lloj populizmit çoroditur, ky ka përdor në këto zgjedhje gjitha mjetet për me arrit qëtë supremacion që e ka kriju, edhe mu që ka pëmë çudit një fakt që organizatat jashtme, se nga përvoja e Komisionit Qendror që kam qenë, kam vërejt një fenomen shumë interesant. Këta jashtme që kanë ardhur prej vendeve tjera, këta asë njëherë nuk kanë insistu në, si me thonë, një mësina në cilët kapen, po ma shumë në përqendruar në një jashtësi, në formë proceson përmbajtje. Edhe kjo, për mendimin tim, ka bërë që edhe